Një SMS e dërguar para vrasjes së Eleni Bashos, ku thuaj se për 2 ditë do e zgjidh këtë punë, ka qenë prova e parë dhe më e rëndësishme e grupit të hetimit në 20 ditët e investigimit të çështjes, që çon akuzë dhe pranga bashortin e saj, Ilia Basho, si të dyshuarin kryesor për krimin. Drejtori i Policisë së Tiranës, Bernard Caushaj, ka dhënë për ABC News detaje nga hetimi. Mbas një pune intensive 20 ditore, u arrit të grumbulloheshin fakte, prova që akuzojnë direkt si dyshuarin kryesor për vrasjen e shoqes bashortin e saj, Ilia Basho. Hetimet vazhdojnë për këtë, për plotësimin, për të parë dhe nëse do ketë edhe të tjerë autorë. Kemi fokusuar te rrethi shoqëror i zotit Basho. Ky edhe të tjera mesazhe të tjera, edhe kontakte të tjera që ka patur ai me një dashun e vet, gjë që nuk ja vlen që ta bëjmë prezent për shkak të hetimit, to duhet të ruajmë. Akuzuari vazhdon të qëndronte në pozita mohuese, në disa momente ai përsëri është bërë pjesë edhe e hetimit. Sipas Caushajt, me të njëjtin intensitet po punohet edhe për zbardhjen e ngjarjes së plagosis së Aleksandër Gocajt, ku përpasoi mbeti e vrarë dhe Megi Jokiçi. Krim ky i ndodhur në të njëjtën mbrëmje kur u vra dhe Eleni Basho. Që është një ngjarje e rëndë tronditse që ndodh në qendër qytetit, që ngarkohen me përgjegjësi të madhe ne si punonjës policie, por edhe për këtë çështje, për këtë vrasje, nuk ka pushuar në asnjë moment hetimi. Kemi disa pista, po hetojmë në drejtim të tyre. Ishin pikërisht hetimet për zbardhjen e ngjarjes që disa ditë pas krimit parandaluan një tjetër tentativë për eliminimin fizik të Gocajt. Policia zbuloi një sasi eksplozivi në automjetin e të dashurës së këtij të fundit, duke aktivizuar atë para se të aktivizohej shpërtimi në distancë.